Shtëpia e fëmijës Zyber Allulli dhe Inspektoriati Shtetëror do të kenë së shpejti godina tërësisht të reja. I pranishëm në konkursin ndërkombëtar për projektet fituese. Kryeministri Edi Rama u shpreh se këto institucione meritojnë më shumë kushte, në veçanti shtëpia e fëmijës. Duke krijuar kushte tërësisht të reja për fëmijët që janë në duart e solidaritetit të shoqërisë, jetimët, dhe njëkohësisht edhe për korpusin e ri të inspektoriatëve. Kreu i qeverisë listoi dhe planet e ardhshme për rehabilitimin e disa godinave të tjera në pronësi të shtetit. Do të kemi më në fund pas vitesh një stadium të ri të përmasave europiane, bibliotekën e re kombëtare, një mjedis i shumë nevojshëm prej vitesh dhe njëkohësisht një tjetër vepër e spikatur në historinë jo thjesht vendit tonë, por në historinë e arkitekturës bashkëkohore. Do të kemi po ashtu një kompleks të ri zyrash për administratën, për një numër të konsiderueshëm institucionesh. Do të kemi pallatin e ri të sportit. Garuesve, Rama u ritheksoi se Shqipëria është një vend mundësish, pasi çdo ditë mundësohen projekte të rinj. Shumë prej atyre që kanë humbur konkurse, edhe humbja është prezantim me vendin dhe pastaj ky vend nuk i lëshon ata që vinë, por përkundrazi i angazhon dhe jep mundësi që të angazhohen në projekte të tjera. Shefi i ekzekutivit nënvizoi se vendi ynë tashmë është bërë një pikë referimi në botën e arkitekturës bashkëkohore.